Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Dy janë momentet madhështore që kanë ndodhur në Kosovën e viteve të 90-ta. E para, shfaqja dhe lufta për liri e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe e dyta, organizimi e zhvillimi i arsimit në gjuhën shqipe. E para, sado e jashtëzakonshme, prap mbetet në kornizat e të zakonshmës, pasi shtypja prodhon revolt dhe natyrshëm i shtypuri në një apo tjetër moment ka pushkën e ja kthen shtypsit. Por ka ndodhur shumë rrallë në histori që të shtypurit në ndhun dhe frikë të përditshme të organizojnë për gati 10 vite me radhë një sistem të tërë arsimor në shtëpi dhe objekte tjera private, duke e bërë dijen formën më të fuqishme të rezistencës. Dhe kjo padyshim te kalon kornizat e të zakonshmës. Kjo jashtëzakonshme ka ndodhur pikërisht në Kosovë. E për këtë ngjarje të jashtëzakonshme, me kënaqësi e nderim flasim sot në podcastin Hap. Flasim me një nga organizatorët, mësimdhënësit dhe dëshmitarin me aparat fotografik të arsimit shqip të viteve të 90-ta, profesor Shoqëri Obertinca. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Shëndosh. Gëzohem shumë që sot të kom pranë meje, edhe ndihem shumë me fat që kemi njerëz si ju. Ju faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është e imja të marr pjesë në këtë emision. Gëzohem shumë. Profesor, unë nisa me një hyrje të shkurt, tash unë kam qenë 7 vjeç në kohë të luftës. Kemi fillu shkollën në vitin 98-99, por nuk kam pas rastin me përjetu mësimin në shtëpi shkolla. Megjithatë, sa herë që dëgjoj për këtë histori, sa herë që lexoj ose shoh për këtë histori, definitivisht ndohet për një prej ngjarjeve më të jashtëzakonshme, jo vetëm për neve si popull, po për njerëzimin në përgjithësi. Çat ndjenje përjetoj. Si e vlerësoni ju si një prej akterëve të krejt këtij procesi? Unë fillimisht prej ku ka fillu degradimi i arsimit shqip në Kosovë, domethënë me njëherë pas suprimimit të autonomisë së Kosovës, dihet se mjerisht që kuvendi në atë kohë i Kosovës ka aprovu ndryshimet kushtetuese, ndërsa Serbia i merr gjitha kompetencat e asaj kohe që quajtur Krajina Autonome Socialiste e Kosovës. Normalisht që këtë uzurpim e kanë bërë me dhunë. Ditën e dytë pas aprovimit të ndryshimeve kushtetuese, në Prishtinë kanë dalë me qindra mira protestues, të cilët mjerisht janë masakru, prej tyre 25 nivel të Kosovës janë vrarë, 5 vetëm në Prishtinë, njëra prej tyre ka qenë nxënëse 17 vjeçare, Shoqëria Obertinca, 603 protestues janë plagosur, ndërsa 1200 intelektual edhe protestues burgosen, ndërsa nëse kujtohet apeli 215 intelektualve, ata dërgohen në Leskoc, edhe në mënyrën më njerëzore maltretohen në buxhet ose më mirë them kazamatet e Serbisë. A kanë qenë, profesor, këtu sinjalet e para kur ju si mësimdhënës në këtë rast edhe si pjesë e shkollave që keni mujt me vrejt që po shkojnë atë drejt mbylljes së shkollës shqipe, a ende ka qenë e paparashikueshme një gjë? Serbia është shumë interesant, prakisht i ka dhënë disa sinjale, fillon me projektet e saja për e quheshin një mësim të përbashkët
do të thonë me paralelet përbashkëta, ku do të mësohej në gjuhën serbokroate, ndërsa vetëm arti figurativ, kultura muzikore, historia dhe gjuha dhe letërsia shqipe dhe serbe do të mësohet veçantë. Ato i quhen paralelet e kombinuara. Një gjatë të tillë nuk kanë pranuar enti enti pedagogjik, edhe normalisht që në atë kohë ai i cili i ka rezistu më shumëti ka qenë Recep Osmani, ma vonë kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar edhe ministër i arsimit, shkencës dhe kulturës, do të thënë pas luftës. Në fakt, momentin që u mor autonomia edhe fillu ndalesat e mësimit në gjuhën shqipe, apo është ashtu kur tërheq kurrikula, plan programe mësimore. Qëllimi kryesor kë ka qenë. Do më thonë që të punohet me plan programe të Serbisë. Edhe delegacionet kur vinin tek ne, ju shpjegojshim pse çfarë kërkojnë serbët, ata nuk besonin që e kanë këtë kërkesë. Normalisht që në atë kohë institucionet e Kosovës, do të thonë enti pedagogjik, enti për botimin e teksteve, plesia e arsimit të Kosovës, edhe shumë intelektual të bohën, edhe në vitin 1990 e themelon lidhjen e arsimtarëve shqiptar. Naim Frashëri, i cili faktikisht kuvendin e parë themelues e mban sallën e kuqe në Fakultetin Filozofik, ku marrin pjesë 250 delegat nga e tërë Kosova. Në atë kuvend zgjidhet kryesia. Kryesia ka qenë e përbërë prej 17 antarëve. Ju keni qenë nën kryetar, apo? Po, kryetari ishte Recep Osmani. Unë kam qenë nën kryetar për shkollat mesme, ashtu thojshë, Munish Hyseni ka qenë për shkolla fillore, ndërsa Hajrullah Koliqi ka qenë për Universitetin e Prishtinës. Do më thanë 3 në kryetar. Ka qenë edhe sekretar Fetah Bylykbashi. Pas themelimit të Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar, ky si institucion i more të gjitha kompetencat e një ministrie. Do me thënë, ministria që ishte në egzil, kishte ministrin e arsimit, Muhamet Bicajn, edhe çdo vendim që mirrej këtu në Kosovë, e dërgonim përmes faksit, ai nënshkruan të vendimet, edhe bie fjala edhe për zgjedhjen e mësimdhënësve edhe profesorëve, në këtë mënyrë e kemi bërë në atë kohë. Sa jashtëzakonshme. Është shumë interesant se një kontribut të veçantë. Keni respektu, do me thonë, hierarkinë dhe procedurën edhe në çato rrethana. Shumë interesant si është respektu. Në atë kohë, dua ta përmend edhe një emër i cili ka kontribu shumë për arsimin shqip në Kosovë, Ziadin Gashi. Ai ka qenë hartuesi i kumtarit të arsimit. Ai kumtar është nxjerr bazë Kushtetutës Republikës Kosovës. Edhe thjesht ai kumtar është zbatuar në përpikëri si nga ana e drejtorëve të shkollave, nga ana e nxënësve dhe nga ana e mësimdhënësve. Do të thonë, pastaj në bazë të atij kumtari nxirret edhe dokumentacioni pedagogjik, dëftesat, diplomat, vërtetimet, të gjitha lëshoheshin me logon e Republikës së Kosovës. Ku u prodheshin këtu dokumente, profesor? Po në Kosovë, Dukagjini ka prodhuar edhe ka qenë në Tophane, e në verë, kërkoj falin vjanmi, nuk e di, edhe të ai ka pas një shtypshkronjë, do më thanë kryesisht në Kosovë, po shtypshkronjë private. Se po besoj kanë qenë kështu private, se ka qenë ndaluar, po të edhe fshehta sekrete. Shumë profesor janë maltretu nëse është gjenë ndonjë dokumentacion me logon e Republikës Kosovës. Ndalemi, profesor, edhe pak të fillimet e viteve të 90-ta. Në atë kohë, fillon një qasje segreguese e pushtuesit serb atëherë duke i nda fëmijët nxënësit në shkolla me sa di në orare të ndryshme, në disa shkolla dhe janë vendos mure mes objekteve për me i nda nxënësit. Që shi kujton këtu rrethana edhe
Sa ka qenë, si me thonë, në aspektin e përjetimeve për ju e rëndë? Po, është shumë interesant se Serbia ka pas projekte të veçanta, të detalizuara se si me shkatru arsimin shqip në Kosovë. Fillimisht ban ndrimin e drejtorëve të shkollave, ata që kanë qenë pa ndëgjushëm. Pastaj largon nga puna, i pezullon gjitha institucionet arsimore, plesin, pastaj entin pedagogjik, entin për votimin e teksteve, e mbron drejtor të dhunshëm. Fatvarësisht që një pjesë shumë e vogël e shqiptarëve kanë pranuar në atë kohë me qenë drejtor të dhunshëm. Mund kujtohet drejtorin e parë të dhunshëm e kanë emëruar në gjimnazin Gjevdedoda. Ish drejtoresh ka qenë aty Zymyte Limani e Ndjera, ka qenë profesoresh e gjuhës angleze, një zoj e vërtet e cila e ka kundërshtu vendimin e organeve në atë kohë të Kosovës. Normalisht këto kanë qenë organe dhunshme, mirë po ata nuk janë kënaqur me atë, edhe ministri i arsimit, për herë të parë në historinë e vet të Serbisë, e zhgarkon me një vendim të veçantë, ka qenë në atë kohë ministër Danilo Zh Marković. Edhe i vjen vendimi, thot, merre mend se çfarë vendimi ka marrë Serbia më pezullu nga drejtoresha e shkollës. Mirë po nuk kemi dorëzuar kurrnjëherë. E ju keni qenë në Gjevdedod. Qysh ndodh segregimi mbrana shkollës? A e kujton? Po, nxënësit serb bashkë me prindër kërkonin që ata ta vijonin mësimin para dite, ndërsa nxënësit shqiptar pas dite. Motivacioni ishte se ata janë të rrezikuar nga shqiptarët. Mjerisht në atë kohë këtu ishin të gjitha strukturat e policisë dhe udhës jugoslave, do me thonë ka pasur polici gjitha republikave dhe të krajinës Vojvodinës, edhe thjesht ne nuk pranonim, edhe ju thamë çfarë rreziku. Nëse dikush është i rrezikuar, janë nxënësat tonë, jemi ne profesorët, e jo të cilët i mbron vetë shtetin. Po ndodhi ajo që ndodhi. Po, ju pastaj na nuk kemi pranu, i ftuam maturantët që të qëndrojnë, kemi qëndruar një natë, tër natën në objekt shkollor, edhe pastaj normalisht që për t'i kursyer nxënësit nga dhuna, u morëm vesh me nxënës dhe me prindër që të kalojmë në shtëpi të shkolla. Gjimnazi Gjevdedoda për herë të parë kalon edhe organizon mësimin në shtëpi të shkolla me datë 5 janar 1991, ndërsa shkollat të tjera kanë filluar me 21 janar. Do thonë që kjo është momenti i parë kur ju vendosni me u largu prej objekteve. Prej objekteve. Në mënyrë demonstrative. Mirë po, ne si Gjevdedod e pam se objekti është i zbrazët, se serbët shkunën në atë kohë në Sami Frashër ishte Ivo Lollaribar atë gjimnazi, edhe objekti mbet i zbrazët. U morëm vesh me kolektivin që të thyejmë dyert, hynë brenda, edhe kemë vazhdu mësimin deri në 99. Por shumë është interesant se këtë Serbia e shuzante edhe për propagandë. Thoshte nuk është e vërtet që kemi dëbuar nxënësit nga shkollat fillore dhe të mesme. Ja, qendër të Prishtinës është gjimnazi Gjevdedoda, një gjimnaz elitar. Ndërkohë të gjitha shkollat tjera të mbyllura. Të gjitha kanë qenë shkollat të mbyllura. Mirë, po shumë interesant se në momentin kur lidhja e arsimtarëve shqiptar ban apel të prindërit, aktivizohen nxënësit, mësimdhënësit, komuniteti, edhe brenda një kohë shumë të shkurtër, do me thënë sigurohen 3200 shtëpi shkolla në nivel të Kosovës. 377 shkolla vetëm komunën e Prishtinës. Lokalet të veta përveç, do me thënë, shtëpive, i ofrojnë edhe firmat, xhamit, kishat. Edhe ka qenë një gjë të cilën vërtet gjeneratat e reja duhet ta dinë këtë, një organizim i tillë ka qenë një organizim që nuk vetëm tek ne në Kosovë është bërë njëherë. Po unë e thash në fakt që është krejt e rrallë në historinë e njerëzimit, po a din profesor në rast tjetër që ka qenë në një vend ose shtet tjetër që ka qenë një organizim i përmasave të tilla?
ka raste të regjimet të llojshme primitive, Po. mirë po një organizim i tillë institucional nuk ka ndodhur kurrë. Ky nuk ka Unë kam qenë, përshtypjen domethënë, që mësim përmasa kanë qenë paralel, shumë të por jashtëzakonshme, ka qenë një mësim i cili është organizuar me plan programe vetanake, me tekste vetanake, me dokumentacion pedagogjik vetanak, edhe me udhëhec vetanak. Domethënë faktikisht një organizim i tillë nuk ka ndodhur në botë, deri tani s'paku unë nuk kam lexuar. Profesor, po kthejnë edhe njerë të segregimi. Kom përshtypjen se me njëherë pas aplikimit ose zbatimit të kësaj qasje, ndodhin edhe helmimet. A e konsideron që segregimi ka qenë një para përgatitje e terrenit që mandej helmimet me i prek veç nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar? Po, ky ka qenë qëllimi i tyre, me siguri se ka pas një organizim të pak tillë. muj mas segregimit, apo? Me njëherë. Nështë ma pak se një vit. Ma pak se një muaj bile, Apo? pas segregacionit që është banë baza nacionale, fillon helmimi i nxënësve, spari në PDI edhe pastaj në regione tjera. Normalisht se për helmimin e nxënësve janë bërë shumë hulumtime, janë botuar edhe shumë libra, dhe shumë ekspert kanë konstatu se është bërë helmimi me një lloj të helmit ushtarak, i cili për shembull nuk lën gjurmë tek kështu, por ndikon drejt për drejt në sistemin nervor të njerëzve. Ka qenë e verifikuar, domethënë, sepse Është- e di që është është verifikuar, po. kontestuar shumë prej Në atë kohë kushtuesve. Kushner ka qenë me mjeket pa kufi, ai ka konstatu bashkë me ekipin e vet, ma vonë ju dini se ka qenë edhe administratori i parë pas luftës në Kosovë. Po, se pas në ditë që ka qenë Kushnera. Ja, po, Kushner. I di mandej të paktën kom lexu që sërbë këto e kanë konsideru si një lojë aktrimi, besa duke i cilësu nxënësit si aktor të kanës, edhe krejt ngjarjen si komedi gjigante. Po, vlerësime të tilla kanë ardhur nga Serbia, normalisht në atë kohë ajo e kishte okupuar Kosovën edhe dihet që duhej me zhvilluar propagandë. Edhe thoshin, pse helmohen vetëm nxënësit shqiptar, po ku mu helmu serbet, s'ka të cilët s'kanë qenë në atë shkollë fare. Nuk kanë qenë. Por shumë interesant Ka se pas helmime në Gjelledot, profesor? në Gjelledot po, jo brenda në shkollë, por disa nxënës kanë pas simptome të helmimeve. Qyshe përjetoni, qyshe kujtoni në fakt ditën kur fillon, si me thonë, i di disa pamje që spitali ngarkohet tepër shumë me Po, fëmijë. ajo ditë ka qenë e tmerrshme, sinqerisht ju them, komplet popullata ka qenë në këmbë. Kanë ardhur ndihma prej gjitha regioneve. Njerëzit i kanë ofruar automobilet e vet. Edhe normalisht që në atë kohë ende ka pas mjek shqiptar që kanë punuar, edhe japshin gjak njerëzit për të shpëtuar fëmijën. Ata fëmijë kanë qenë grup moshë, domethënë deri në moshën 18 vjeçare, se kanë qenë vetëm deri në maturë. Edhe sinqerisht ju them, ato gjëra s'kisha pas dëshirë me i pa as të armisht e jo të popullit. Se fëmijët do të kursyer, nuk do të rëmuar. Pas kësaj ngjarje, profesor, shpërthejmë protestat në vitin 92. Me sa kujtoj edhe për juve, mesin se njihemi prej ma herët. Protestat kanë qenë shumë masive. Dikun, nështë mbi 1 milion njerëz në tërë vendin janë aktivizu. Është shumë interesant se këto protesta i kemi organizuar me një skenar të mirëfillt, duke ja angazhuar gjithë profesorët, gjithë drejtorët të shkollave, gjithë komunitetin, edhe vërtet kanë qenë demonstrata shumë të suksesshme. Vetëm në Prishtinë, me datë 12 tetor 1992, janë të buar 500.000 vetë në atë protestë. Ndërsa në nivel Kosovës kanë qenë 1 milion
1 milion njerëz sipas dhënave statistikore që i kanë dhënë atë kohë edhe mjetët e informimit. O shumë interesant se Serbia pa të sjellë policinë për gjitha qyteteve të Serbisë. Mirë, por ne organizuam në atë mënyrë që çdo qytet të organizohen protestat, edhe nuk dishin ku me fillu ata, për shembull, për të ndaluar ato protesta. Kujtohet ditën kur është organizu protesta, ne shkume paraqitëm shpejt se kërkohej që me u paraqit. Ne bënëm kërkesën po 92 aty, edhe bilen shaka, ta për qendrës për informim, po më thonë prof, kesh kujdes se do është mu vesh pak ma mirë, edhe pse ishte jobre, thash vapë të tore. Mu për atë veshu pak ma mirë. Edhe marru në kërkesën, shkoj aty, takoj një ishë nxënëse në sportel, që ka qenë nxënëse e Gjevdet Dodës, se na atë kohë kemë zhvillu mësimin bashkarisht serbët dhe shqiptarët njëjtin objekt. Dhe thot profesor, që ke dalë, tash kam një kërkesë kështu formale, dhe tash lutem nëse ke mundësi, po thasi jo, veç i kam shuvull, as që ka lexuar, e marrë me një herë vërtetume kërkesën, edhe kur shkoj aty thot prof, a ende nuk shove, jo thash u kry puna, bile veç qasëm lutem për kafe. Bënë pak shaka, edhe faktikisht në atë protest, i kthehemi prapë protestës, është shumë interesant se dikon ka 2500 pankarta i ka shkruar profesor Agnit Dika bashkë me studentët e vetë, se në atë kohë për herë parë u fut në përdorim kompjuteri, edhe më mend tash prit ai tekst me u shkru gjitha ato pankarta dhe ka qenë një protest madhështore. I patëm da punët, për shembull mund patra, mos i mirësha me fotografi, me siguru fotoaparatet, kamerat, edhe me ba incizimin e çdo lëvizje protestuese edhe policisë. Edhe si simbolike caktum nisjen nga Fakulteti Filozofik në orën 11:55, 5:12. Po nisemi me një herë grupi i parë i policisë, na ndalon thotë se keni paraqit faktikisht protestën. Na I kishim ba tashti. Atë kërkesë që ju patëm ba policisë një 20 kopja. Edhe si jep kë kryetari i protestës ishte Feta Bilibash, tha jo e kem paraqitur urna, as që ka lexuar. Me njerë ka shky edhe po vazhdojmë rrugës. Rrugës për në qytet se kishim planifikuar të shkojmë deri te Këshilli Ekzekutiv atëherë tani ku është kuvendi. Adem dema që përballë Gjevdet Dodës aty me njerë, thot, a bën ty bashkangjir, po si jo, baca adem se faktikisht neve pak në njëfshin njerëzit, publiku. Edhe baca adem kyqet aty në mes, edhe fillon protesta. Kur vim të Hotel Grande aty, 2 shallona, ju themi kështu shallonat policisë, edhe në ndalojnë. Halli, baca adem ju tha kështu, dëgjoni ju keni punën e juaj, na kem rrugën tonë. Ata kërkonin me dalë ne në trotuar. Mirë po nuk e lëshumë rrugën, edhe vazhdum deri të vendi ku ishte planifikuar se ishte masë shumë e madhe, për 500.000 vetë, edhe faktikisht ngulfateshim prej popullatës e cila na u kishte bashkangjit. A ka qenë e dhunshme protesta, profesor? Jo Po, në kuptimin prej anës ditën e parë se juaj, dy a filloi represioni ditë është organizuar protesta, me datë 12 edhe 13. Ditën e parë nuk ka qenë e dhunshme, ndërsa ditën e dytë shumë demonstrues janë keq trajtuar, edhe faktikisht janë plagos, jo me armë zjarri, në ditë, është shumë interesant, por kanë përdorë mjete tjera fizike të cilat ju kanë shkaktuar njerëzve lëndime. Kemi shumë fotografi për shembull ku shohim që shumë profesorë universitar kanë qenë të lënduar, edhe të gjakosur. Cila ishte kërkesa kryesore? Kërkesa kryesore, ajo ka qenë një protestë gjithë popullore për lirimin e shkollave shqipe. Ka qenë një kërkesë, me thënë, minimaliste, kërkojshim me në kthy objektet tona që kanë uzurpuar. Ndërkohë a kishte fillu mësimin në shtëpi shkolla apo ende jo? Po, kish fillu. Veç se kish fillu. Po, kishte fillu tani Okay. mësimin në shtëpi shkolla.
Qysh e kujton, ju personalisht keni majt mësim në shtëpinë shkollë, ditët e para? Po, kam bajt. Në cilin lagje keni qenë? Unë kam qenë Tasligje, se aty kam banuar, edhe kem pas një shtëpi, Osman Latifi, është quajtur ai pronari, po shumë interesant, ai nuk ka qenë i shkolluar, mirë po dashamir shumë i arsimit. Në alçoj komplet katën, bile dhe mbramin e maturës aty pa të mbajtur me maturant. Në shtëpinë e Osman Latifit, po, Tasligje. Po kujtoj diçka, po më duket ai ndër të tjera, Zotri Osmani ka kontribu që edhe mu vesh nxënësit për mbramin e maturës, diçka është një ngjarje. Po, edhe në patan kështu, gjithë ata të cilët nuk kanë kushtin, atëherë ju ka siguruar edhe garderobën, që sa mirë pas kanë dëgjuar. Interesant sa shpirt madh ka pas ai njeri. Çfarë thanash? Qysh e kujton profesor ditën e parë kur shkollëve me majtë mësim në shtëpi të shkolla? Nëse mundesh pak me neve që s'kemi qenë aty, me na e botë të dukshme. Po, në atë kohë, rrethonat, kushtet, sa ka qenë hapësira, ishte muaji, a keni pas mjetet punës, ose ishte muaji janar, ishte ftoft, më thanë se një janarin. Mirë po në përfat mire kisha kojshit parë, Osman Latifin. Unë shkova ma herët i ndeza stufë klasike, me drume, thëngjell kështu, po dhoma e mësimit ka qenë 4x4, se i kishte 4 dhoma, ashtu 4 që qysh jenë organizu atër për para, edhe i patëm improvizu bangat shkollore, përveç asaj në atë kohë në ipsha informatikën. Kisha një kompjuter Amstrad i cili kishte gjithsej 64 kilobajt. E merja Amstradin edhe zbritësha poshtë, po ai ka qenë si televizion, saj për këtë për masave, por memori e ka pas pak. Mërë në moment ashti këta telefonat 260 megabajt i kanë. Megabajt, po. Edhe në atë kohë mësohej gjuha basic për fillestar, gjuha e programimit, gjuha e programimit, edhe për nxënës ishte shumë interesant ajo punë. Vlen me cek se... Ju e ekspozoj që dhe më thonë përdorimin e kompjuterit. Po, aty, edhe faktikisht në praktik, se teoretikisht, besa drejtëm një thanë shumica shkollave në atë kohë s'kanë pas as kompjuter, mirë po unë. Kisha një të njofshëm në Gjermani, ma siguroj se ka qenë problemi, siguru në atë kohë kompjuteret. Ka qenë financim personal. Personal. është mundësu prej institucioneve, qoftë dhe për shkolla. Edhe? 4x4, sa nxënës sa në klasë? Zakonisht, mesatarisht, në atë kohë ka pas 32 nxënës. Mirë, po shumë interesant se interesimi për vjushmëri të rregullt ka qenë në maksimalen. Më thonë, nxënësit vijonin kështu të rregullt, shumë të interesuar për mësim, e shtru pyetjen për tekste mësimore, zakonisht i përdornin tekstet e vjetra, i shfrytëzoheshin nga kolegët e tyre, ndërsa fletorët i mërshin ka pas në treg. Ballshëm, edhe prodhojshin sa mujshin, bie fjala shtyp shkojnë këtu në Kosovë. A ka qenë rrezik? Unë e di që ka qenë rrezik, po qysh ka qenë për shembull, edhe ju si mësimdhënës natyrisht e keni ndjerë përgjegjësinë që mos po maltretohen nxënësit ose kështu nxiten me materiale shkollore. Ka qenë përgjegjësi e madhe. Ka ndodhur për shembull sidomos këto shtëpitë që kanë qenë në periferi. Policia ka qenë çdo kënd. Edhe zakonisht i maltretonin nxënësit me gjet libra fletore, ku shkon e jo. Ku shkoni kështu? Mëson shkolla, çfarë shkolla? Shkollat janë të mbyllura. Edhe ajo ka qenë thik me dy teha. Bile kemi një Donika Shahinin, ka qenë kryetare atëherë Këshillit të Rinisë Shkollore, Prishtinës, e pa të nxënë dhe kanë detyruar me hangër fletor. Ja kanë marrë çantën, librat, kanë dashur me marrë në formata tjera, edhe pse i pa të thënë nxënësve aktivistë që ishin, çdo gjë pranoni që jemi në shkolla, se dhe ne vetë pranonim. Kur veshin policia, urdhani, çka jeni ka bëni këtu? Bëjmë mësim. Me çfarë plan programe? Me plan programe tona.
A ky ka qenë një farë dakordimi i lidhjes së arsimtarëve, që me pranu Ka qenë me pranu, po, publikisht me pranu, ku do që vjen policia, pranoni publikisht, se ata kishin informacione. Fatkeqësisht, si duket, kanë pas edhe bashkëpunëtor nga rradha e shqiptarëve, se për ndryshe si mund t'i dinë ato gjëra. Atë. Cilat kanë qenë, profesor, nashta 2-3 rregulla tjera që i keni vendosur brenda lidhjes së arsimtarëve, si parimet, funksionimit ose diçka kësaj që nashta ja vlen më përmend, nëse të kujtohet diçka. Po, parimi kryesor ka qenë që nxënësit, mësimdhënësit me qenë tregut në mësime. Pastaj, me u siguru tekstet shkollore. Me u siguru tekstet shkollore, nxënësit me ardhur gjithë një përgatitur në për klasa. Me u respektu orari. Po shumë interesant se edhe profesorët kanë qenë tregut në mësime. Shumë pak profesor kanë munguar nga orët e mësimit. Edhe një keq që ka qenë që nuk ka zgjat ora 45 minuta, por gjithsejt kanë qenë 30 minuta orë, i bëshin blok, do të thonë për 60 minuta kryeshin 2 orë mësimore. Kushtet edhe rrethanat për punë nuk kanë qenë të mira. Megjithatë, kur angazhohen, do të thonë kur është interesimi i mirë për mësimdhënie nga ana e profesorëve, edhe për mësimdhënie nga ora e nxënësve, nuk kanë munguar kurrëherë sukseset. Në vërtet. Në këtë kontekst, profesor, për shembull, ju ndër të tjera i keni marrë të ditarët dhe nxënësit që notu, krejtësisht si do duhet me funksionu normal një proces mësimor. Tash po besoj në mesin e nxënësve ka pas nështë ndonjëherë edhe në nxënës të papërgatitur dhe kur ka ardhur koha me vlerësu, po besoj që nuk i keni liru krejtësisht dorën, si me thonë, pas parasysh rrethanat. E di që ka pas edhe nota dobta në atë kohë. Qysh ka qenë që kjo ndjenë, do me thonë, se tash krahas nevojës për me motivu nxënësit, në anën tjetër e keni pas edhe qatë parimin që me mbajt një proces mësimor cilësor. A kujton në rast konkret që është dashur me vlerësu në nxënës me notë dobët dhe qyshin e di ju, po edhe nxënësit në këtë? Sinqerisht ju them, kriteri është mbajtur nga ana e gjithë profesorëve. Por si edhe ditë sotshme ka dhe profesorë të cilët kanë valë lëshime, mirë po sidomos në gjimnazin e shkencave të natyrës, faktikisht matematika, fizika, kimia, biologjia, kur njëherë nuk ka lëshu pe. Edhe në asjeltas, në gjimnazit gjysore, në më tanë kanë shumë këto landë, por nuk kanë shumë gjua angleze, gjua ato që kanë qenë esenciale për profilin, për drejtimin. Po, për shkollat profesionale. O shumë interesant gjithashtu që gjithë profesorët i kanë zbatu të gjitha format, metodat dhe teknikat të mësuarit të cilat edhe sot i zbatojnë profesorët në shkollat tona. Vetëm se kushtet e punës kanë qenë shumë më të vështira. Tani kanë kabinete, kanë laboratorë, kanë salla, kanë amfiteatër shkollat. Do të thonë, për tani shkolla i ka kushtet ideale për një mësim cilësor. Po e vërtet. Po du me bo një pyetje pak provokative, më shtine me menton këtë drejtim. Nëse krahasojmë cilësinë, pavarësisht rrethanave që kanë qenë atëherë dhe tash, edhe kushteve, çka mujna me thonë për cilësinë e arsimit sot dhe atëherë? Po, nuk mund ta bëjmë krahasimin e cilësisë të atëhershme dhe sot, sepse kushtet edhe rrethanat janë tjera. Do më thënë, në atë kohë ka zgjatë ora 30 minuta, ta zgjatë 45 minuta. Po. Në atë kohë s'kem pas laboratoriume, s'kem pas kabinete, ndërsa sot i kanë të gjitha. Mirë po, edhe tani mësues që janë anash. Pagat e mësimdhënësve janë mjerueshme. Me 500 euro, 600 euro, nuk është pagë. Pajtohen. Me mbijetu. Prandaj, për tani nëse mendojnë që profesorët më përkushtu mësimit, se çdo gjë ka ndryshu, s'ka më idejet 90-tave, me punu edhe pa para. Tashti është materializu çdo gjë.
duhet Po. mësuesve t'ju sigurohet mirëqenia sociale, që ata mendojnë vetë për mësim, e jo, për shembull, si me lidh muajin me muaj. Prandaj është dashur edhe duhet institucionet urgjentisht edhe prioritet ta kenë arsimin. Ko ti kemi siguru në kabinet nëse s'ka materiale. Materiale po mendoj edhe për zhvillimin e procesin mësimor edhe proceseve atje kimike ose biologjike që kërkohen, se mungon materiali laboratorik në për kabinet. Ka shkolla që mbajnë mbyllur kabinetin, se nuk kanë materiale. Nuk kanë materiale, drejtori thotë mbyllnë se veç po shkatrohet. E vërtet. Profesor, ju ndër të tjera e di prej biografisë uj se keni qenë edhe i arrestuar, po edhe jeni marrë në ato të ashtu quajturit biseda informative. Po, nuk mund të them që kam qenë i arrestuar, ata kanë ardhur edhe më kanë thonë, nuk më kanë lidhë, dhe me thonë, fare. Ishin garat të cilat organizoheshin, garat e recitatorëve, nivel të komunës Prishtinës, nivel të Kosovës, edhe nivel gjithkombëtar në Preshevë organizoheshin ku merrnin pjesë edhe përfaqësuese Malit Zi, Preshevës, Bujanovcit, Medvegjës edhe Kosovës. Për cilin vit po flasim? Po flasim për vitin 1997. 97. Në atë kohë vjen policia. Si aktivitet jashtë kurikular. Keni pas zellin qaq të madh sa që me organizuar aktivitete që s'kan qenë. Gjitha garat e mundshme në atë kohë janë organizuar. Janë organizuar garat shkollore, nivel komunal, nivel të Republikës Kosovës në atë kohë. Thashim edhe nivel gjithkombëtar atje ku kishim mundësi. Në moment tash garat gjithkombëtare kemi organizuar në Preshevë. Vitin shkollor 96-97, 95-96, 94-95, edhe 93-94. Atje, bile Abdullah Krashnica e mban emrin një shtëpi e kulturës, Preshëvarët na pritëshin me duar hapur gjithve, na sistemonin në për shtëpi, edhe drejtën me thanë, edhe atje të kthy nga kjo revis, mos i hynë biseda e arrestimit, dalje të Preshevës në nalë policia. Edhe thot, ku keni qenë? Unë isha si zakonisht ullur aty, po thash, kemi qenë garat recitatorëve. I pash njëjtat fytyra që kishin qenë edhe atje të uniformuar, policë kishin qenë sërë, po mbesin e tyne po nduket në Preshevë. Po. Që ju kanë vëzhgu gjatë aktivitetit. E thot, që keni ba atje? Për ju thajnë. I kemi organizu garat të recitatorëve në nivel gjithkombëtar. Kanë marrë pjesë prej këtij regioni, po ja numëroj radhase, e thadim që është ajo ndalume. Jo, thash, garat shkollore, kërkon, nuk ka ligje në votë që i ndalon. Edhe t'i kthehemi prapë arrestimit këtu në gjimnazin Gjerde Doda, fatbarësisht i patëm sistemu fëmijë se kishin ardhur prej krejt Kosovës, prej Malishevës, Pejës, Gjakovës, duhemi sistemu në për familjet e nxënësve. Edhe si duket fundit kur e kam sistemu, u rrasën policia, 2 civil brenda, edhe ma mor mendja që kanë ardhur paftuar kështu, thash urdhani, thot zotnimet ju kemi punë, dolëm jashtë, kishte qenë patrolla e policisë, me automobil, morën, shkum poshtë atje, edhe thot, çka jeni ka bënë? Poshtë në stacion të policisë. Stacion policisë. Po, thash, kështu. Tash kjo ishte bisedë informative. Po, kjo bisedë informative. Thash, i kemi organizuar garat në nivel të Kosovës, edhe i sistemum fëmijët në për familje. Edhe shumë interesant në atë kohë ka qenë Bili Sërb, drejtori i teatrit Dodona, edhe aty si i interesoj ke forë se kështë qef me pi nga pak, edhe i thësha një tjetëri që punon të aty si punëtor, thullet shkon se këtu i keme garat, aty i mbanim garat e recitatorëve. Në Dodona? Në teatrin Dodona, edhe i kemi mbajtur në medresen e mesme Alaudin. Por gjithmonë na kanë përcjellur kështu, por nuk kanë intervenu brenda gjatë garave. Okej. Edhe atje kur shkum bisede informative, fillonën si zakonisht, më lanë një gjysore me prit, asë një informat, lëveshin njerëzit, ata me pendrek ashtu, më shojshin
karrikave, tavolinave, unë vetëm pritjes. Dikur më tha, zotni e jeni këtu, i shpjegova krejt çka është puna, po thot, kujt i recitoni ju? Thash, ju recitojmë natyrës, luleve, recitojmë vendit, vendlindjes. Ja thot, po, kush janë ata poet? Pisem, janë poeton që kanë me lektyrë shkollore, thot, kjo është e lejushme. Edhe fillon me pyet pasaj për kolega, a njeh këtë, a njeh atë, do me thonë, pyetën për drejtorin a njeh, thash absurde është kjo pyetje, si se njeh bashkë me te punoj. Edhe pa ndonjë problem, mas një ore bisedave që kishim, tash të quajtura informative, më lirun edhe u ktheva prap, vazhdojmë punën. Vazhdo jeta. Vazhdoj. E profesora, dini në rast për shembull të kolegëve ose të nxënësve që i kanë marrë biseda informative që ndoshta ka qenë pak në rast ma problematik ose ma i përfolur në kuptimin e dhunës ose çfarë do të mund të më qenë si Jo dhunë fizike, por dhunë... S'kam përdorë, domethënë, gjatë bisedave po informative. Po mendoj gjatë bisedave informative, sidomos këtu në këtë qendrën e Prishtinës, tek profesorët dhe drejtorët e shkollave kanë pas kujdes. Ndërsa, ma vonë, kur mbaheshin mbledhjet e drejtorëve, në nivel komunal, ka hy policia edhe i ka ra disa drejtarë, gjatë mbledhjes. Po, gjatë mbledhjes, edhe kryetarin e Këshillit të Arsimit, ashtu quaj, si sot drejtori DKA-s, Zjadin Gashi ka qenë atë kohë, edhe atë kanë maltretuar edhe fizikisht. Ndërsa këtë Zmyrit e Limanën, drejtoresh ka qenë e Gjergj Dodës, e kanë marrë disa herë në biseda informative, kjo ka qenë një intelektuale e mirëfillt, edhe është shumë interesant se u mbërshin vesh që kur gjamës, po mendoj, lidhur me shkollën kur gjamës me mshef, gjitha mi tregu, edhe ato gjërat që janë normale, ju shpjegu se na si jemi, ka punojmë shef, na jemi faktikisht legal, punojmë me plan programe të Kosovës, dhe normalisht ndaj meshkujve janë sjell pak ma ndryshëm, ndërsa me femna kanë qenë ma korrekt. Po flas që atë periudhën sa kanë qenë në bisedë informative. Profesor, se po flet vazhdimisht për prodhimin e materialeve, dokumentacionit, e kështu me radhë në anën tjetër ato kanë qenë ndalume. Me thonë aty fol për materiale sekrete. Qysh ka qenë logjistika në teren, do me thonë bartja, prodhimi, shpërndarja, përdorimi i tyre, rujtja ose arkivimi i tyre. Dhe kështu është shumë interesant se komplet dokumentacionin pedagogjik e ka pas Këshilli i Arsimit. Këshilli i Arsimit e kanë pas këtë këshillin e drejtorëve, shkolla fillore dhe të mesme. Nëpërmes drejtorëve kanë shpërndarë edhe dokumentacion pedagogjik, edhe tekstet shkollore, libra fletore, krejt që kanë pasur. Normalisht që disa herë, se ato janë pshef vende tjera, jo aty, nuk janë mbajtur, por normalisht që krejt në njërë sekrete janë shpërndarë. Në rast të kur janë zanë? Janë marrë në polici, janë shku, disa janë maltretu, unë tregova se kanë intervenu një mbledhje drejtarëve, ku janë rreth disa drejtarë dhe vetë drejtori i Këshillit të Arsimit në atë kohë. Ndërkohë me simbole Republika e Kosovës. Po, gjitha kanë qenë ftesat, diplomat, dokumentacioni pedagogjik me Republikën e Kosovës. Patriotizëm i mirëfill. Po nuk dija ka qenë patriotizëm, se atë çka na e bëm, kur erdhen tunmikut, nuk i pranonin atë dokumentacion pedagogjik, se njerëzit tonë që erdhen në pushtet, pastaj jo, tha nuk ban me Republikën e Kosovës, edhe fillonin me logot tunmikut i lësheshin dokumentacion pedagogjik. Zhënjësa. Qa ka qenë zhënjëse për ne. Në liri, pastaj në shumë pe. Do më thonë, krejt atë çka e kem bo me mundë dhe me njerës, na mohuna, gjunë poshtë, edhe ka pas reagime të mësimërazëve dhe drejtarëve, si mund t'jetë kjo, mirë po puna e pushtetit është diçka interesante për ne, që se kemi sheju sa duhet. E qartë.
Ndërkohë, profesor, krahas krejt punës në terren t'juaj, një mbështetje shumë e madhe, sidomos financiare, ka ardhur prej diasporës. Edhe nëse s'gaboj, 3% ka qenë për sistemin, asimon ndër të tjera, se atër ka pas edhe sistem shëndetësor, paralel, kështu me radhë. Qysh ka funksionu, ju keni pas edhe një rol në duket në këshillin përgjithës për financim, apo qysh ka funksionu procesi? E di që fillimisht keni punu fare pa paga, pastaj ka qenë një pagesë krejt simbolike, nashta 20 marka, ose diçka kësaj. Po megjithatë qysh është bo mbledhja, shpërndalja pagesave, pak me shpjegu, nashta gjithsesi me njoftë edhe si merit për njerëzit në diasporë që në një mënyrë ose tjetër kanë kontribuar. Shumë interesant se viteve të 90-ta ndërpritet financimi i mësimdhënësve të cilët jepnin në klasat e para të shkollës mesme, në klasën e 5 të shkollave fillore, se aty ne fillum me punu me plan programe veteranake të Republikës Kosovës. Mirë po, kur i menjanun ata profesorët i haqën nga lista e pagave, u solidarizum ne të tjerët, të cilët i grumbullonin të gjitha mjetet financiare edhe i shpërndajshëm në mënyrë lineare. Kur e vrejtën ata që këta po dikan më ndryshe, atëherë e ndërprejnë edhe financimin për gjuhë dhe letërsi shqipe, për kulturë figurative, kulturë muzikore, edhe për histori. Gjaja se këta profesor janë ata të cilët të përkrahin Irredentën dhe Republikën e Kosovës. Pas një kohë shumë të shkurtër, atëherë u ndërprej financimi në tërë Kosovën. Fillimisht u formuan këshillat e prindërve për financimin e mësimdhënësve. Mirë po vrejtën domethënë prind grumbulloshin mjetet edhe i financojshin mësuesit e vet në për shkolla fillore dhe shkollat mesme. Mirë po e vrejtën që ajo gjë nuk po shkon marrë mirë, u themelu këshilli qendror për vet financim. I dërguan delegatët e vet, domethënë sindikata pavarur, lidhë arsimtarëve shqiptar, zëjtarët, edhe institucionet tjera përfaqësues partive politike, edhe u formu ky këshill. Mirë po, edhe kjo nuk na shkoi marr. Mas 6 muajve formohet Këshilli Qendror për financimin e Kosovës. Këtë dekret e përcolli i ndjeri Bujar Bukoshi, ishte atëherë ministër në Eksit, edhe bani emërimin e Këshillit Qendror për financim. Është fakt se edhe unë në mesin e atyre tjerëve kam qenë antar i Këshillit për financim të Kosovës. 3% grumbullohej këtu për arsim. Paguanin ekonomitë familjare, bizneset, edhe çdo qytetar që ka pas të hyra, paguante në bazë vullnetare, domethënë jo dhunshme. Edhe pastaj me ato mjete fillum me financu arsimin. Është fakt që kemi startuar me 20, pastaj u rrit ajo 30, 50, 70, 120 dhe e fundit ka qenë 170 marka gjermane. Mirë po duhet ta kem parasysh që ai 20 dhe 30 ka qenë i barabartë me pagën e mësimdhënësve të cilët kanë dhënë mësim në gjuhën serbo-kroate. Sepse ishte inflacion i madh, brenda ditës shkonte inflacioni 100 deri 1000%, nëse ty nuk kujtohen ato monedhe, ka pas monedhe 100 miliard, një monedhe, një kartë monedhe, vlerë 100 miliard. Me atë, pak me vulgarizu këte, ke mujtë mi blen treg për shembull jo plot shporten. Një qesën halonit dhe krejta ju ka qenë. Do me thanë, po themelimi i Këshillit Qendror për financim, mu ma mërmenje që ka qenë shtylla kryesore. Shtylla kryesore për Republikën e Kosovës apo shtetësinë e Kosovës. Se përveç arsimit, fillu me financu edhe shëndetësinë, Institutin e Historisë, Institutin Albanologjik, kalum me financu sfundim ose e kem ma vonë me përmend edhe Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, edhe deri atje është financu. Kem pas problem me
transferin e mjeteve. Se ne s'kemi mujt mi përmbush nevojat e qytetarëve vetëm me 3% që këtu brenda Kosovës. Po. Edhe A kjo dhe me thonë ka funksionuar në nivel vendi, jo vetëm në në diaspora. nivel vendi. Edhe këtu, edhe në diaspora. Përshtypjen që ka qenë vetëm në diaspora. Jo, edhe këtu nuk ka pas qytetari i cili nuk ka kontribuar, shumë interesant. Baza vullnetare, nuk besoj që tash i paguajnë tatimet Sa me zella atëre. Nga kjo po kuptoj profesor që në një mënyrë ose tjetër i gjithë populli ka qenë i përfshirë në organizimin e procesit mësimor. Të gjithë, pa përjashtim, nuk ka pas qelull në Kosovë që është formuar se ka përkra qoftë financiarisht, qoftë moralisht aktivitetin arsimor dhe kulturor në Kosovë. Po shumë interesant na pa të fillu pasaj me financu edhe bursat studentëve që ishin dalluar Qili Qendror për Financim. Bursat, po. Kjo pjesa tjetër që ka smushim i plotsu, kanë ardhur mjetet prej diasporës, mos ju mbetemi borxh atyne. Ato realizoheshin përmes Dardania Bankës. Për shembull, një përqindje 67% për shembull, ka pas komuna që kanë qenë varfra, nuk kanë pas industri, nuk kanë pas tyra, atëherë dhe në 67% ka financu qeveria në Exil. Në thanë, faktikisht Ministria e Financave. Banka ka qenë legale në Dardani, Tiranë. Mirë po ishte problem si mi sjell tollat Prej Tiranës. Prej Tiranës që t'ju tregoj, vetë kam bajt mjete financiare, bashkë me kryetarin e Këshillit për Financim, tash është i ndjerë Ismail Kasratin, me drejtorin e gjimnazit Gjevdedoda Binakulajn, edhe atë kemi kalu në zezë kufinin, për shembull Shqipëri, Malzi, në përmes liçenit Shkodrës, edhe fatbarësisht atje në Tiranë një rast që tregoj na sollën me thes mjetës se s'kishin arrit mi gjetë katë monedhat më dha, por tim të kështu, po të letrës, edhe po na thot Neriman Braha, po shkan kështu me thes, pa di që këtu për pak lek të vrasin. Halli thot, jeni me mu, shkojmë atëherë ka qenë zyra për Kosovën. Ju paratën thes, dhe me paratën thes, po shkojnë të Ramajliu, edhe i thërret atje në Dardania Bank, thot jove, kështu nuk shkohet, atëherë le të presin deri nesër. Edhe pritëm, u ban katë monedhat të më dha, kalum liçenin e Shkodrës, deri në Podgoricë Binakula i kishte aranzhu një kushërit vetën, deri në Vuthaj, unë me autobus u ktheva në Prishtinë, edhe mrekullia Zotit me qenë që nuk kam pas lek me veti, po më ndaj marka gjermane, nda zbetën se atër zhvilloj një treg i egër në Tus. Bashim shampona, pasaj detergjente, ka qenë treg i lirë, edhe vishin nga Kosova u furnizojshin atje. Edhe na zbetën gjithve, na kontrolun edhe në gjepa, edhe që kështu shpëtova. Çfarë historish. Profesor, ndërkohë, në vitin 96 ka qenë një përpjekje politikës së atëhershme për me bë kthimin e nxënësve në shkolla. Po ajo nuk pat rezultat pozitiv, edhe i kemi prapë në vitin 97 protestat e rarës nxënësve. Si i kujton këto momente, nduket që këtu kanë qenë protesta edhe më dhuna ka qenë edhe më ashpër. Edhe realisht vetë se filloi në një mënyrë ose tjetër lufta në territoret caktuara të Kosovës, sidomos në Drenicë. Shumë interesant se në atë kohë kam qenë këto rrjedha, dhe antari komisionit ka qenë ndjeri Gjavit Ahmeti, Femi Agani, Recep Osmani, pastaj Abdyli, edhe disa tjerë, kërkoj falje, mos shkojmë krejt me emra, edhe kur u kthyn nga ajo, i raportum aty në një farë këshill të arsimit të kemi pasur, edhe thot, e pyetëm profesor se zakonisht, më thanë truri edhe inteligjenca e politikës në atë kohë ka qenë Femi Agani, po mendoj se për këtë arsimit, se kishte informacione, edhe
a u rregullu puna, se me zë shpejt me kalu në shkolla, në objekte shkollore. Thot jo, u takum, thot, për mos të marrë vesh prapë. Do më thonë, sa për të takuar, por mu marrë veshje. Edhe kur farë marrëveshje, ata i nënshkushin të gjitha, mirë por nuk i zbatojshin në praktikë. Se nuk ka pas marrëveshje që serbët nuk i nënshku. Edhe tash po shifet, ata nënshkuhin, por nuk i zbatojshin. Pa presionin ndërkombëtar. Ndërkohë, profesor, vitin 99 dihet filloi lufta e armatosur, edhe dëbimet masive të qytetarëve të Kosovës jashtë kufive të shtetit. Ju edhe atëherë gjetët mënyra edhe vullnet për me viju procesin mësimor në përkampet të Maqedonisë. Jo vetëm kampet Maqedonisë, por edhe në kampet e Malit Zi, edhe në kampet e Shqipërisë, kudo që kanë qenë shqiptarët e dëbuar nga Kosova, kemi organizu mësimin. Tash rrethana përtej të jashtëzakonshmes. Po, mirë po shumë interesant se në atë kohë kanë ndihmu shumë UNICEF-in, EIA është një organizatë ndërkombëtare e arsimit, por meritat për organizimet të tilla i ka pas profesor doktor Agim Hyseni, ka qenë kryetar i Zbashkut në atë kohë, edhe përmes sindikatave arritëm se njerëzit ishin të dëbuar, jo deri diku rreth 800.000 kanë qenë vetëm në Shqipëri, pjesa tjetër në Maqedoni dhe në Malzi, edhe kishin shumë nxënës. Unë kam qenë koordinator i mësimit në kampin e Qegranit. Aty kemi pas 1200 nxënës. Edhe 1200 nxënës. 1200 Një nxënës. shkollë sot pak a shumë. Shumë interesant, 46 tenda mësimi kanë qenë, 46 mësojtore. Para dite vijonin mësimin shkolla fillore, aty ka qenë i angazhuar Bejtosh Gashi për shkollat fillore. Po. Ndërsa për shkollën e mesme, po flas gjithnjë vetëm për Qegran, kam qenë unë, dhe kem pas dikun ka 58 profesorë cilët kanë dhënë mësim aty në Qegran. Dhe zhvilloi interesant se qëllimi i organizimit të mësimit ishte që fëmijët e traumatizuar të nxjerrin E qartë, e kuptoj. nga traumat të cilat i kishin përjetu. Aty pastaj shtroi marenda, dikun ka orave. Zakonisht atë para ditës se kanë pas në orën 10, ndërsa pas ditës në orën 14. Edhe kryshin marendën, vazhdojshin me mësim, organizoheshin aktivitetet lloj-llojshme, loja të lloj-llojshme, edhe ka pas edhe qerdhe atje të fëmijëve, gjithë ditën për shembull po në për tenda, luanin fëmija edhe ju kalonte koha. Do të thonë qëllimi ishte që me sa më pak pasoja ta kaloj. Atë mërsh. Sa e flas për krejt këtë histori, vërtet ndihem edhe unë emocionuar, po në anën tjetër shumë e ndinjat e madhe me politikën, profesor. Që është e mundur krejt që kjo histori mos me pas trajtimin meritor, ruajtja e saj në anën tjetër, po edhe promovimi. Pse është që ka qenë diferente politika ndaj kësaj historie? Sinqerisht, them ashtu dhe si jo, edhe unë nuk muj me i kuptuar njerëzit. Disa herë kem shku me kërkesa që bëhet muzeu i shkollës shqipe në Vranjevc, jo e dini se është shtëpia. Familja Hërtica Aliu e ka falë objektin. Është shtëpia, domethënë është e djegur me rrënjë, me temel, edhe ruhet si monument historik. Prej familjes. Prej familjes. Jo prej shtetit. Familja është ajo e cila e ka dhuru objektin, oborrin, me qenë se vetë me thonë tani ka vlerë aty, se ajo tokë, gjithë ajo, familja e ka ofruar, mirë po institucionet nuk reagojnë. Kjo është e tmerrshme. 26 vjet pas luftës, të paktën një muze. Bile na patëm kërku një takim kur e patëm para 5 vjetë, ishte 30 vjetori i shtëpive shkollë, edhe kërkum që spaku edhe në gjitha ato shtëpi,
ku është zhvillu mësimi, bile spaku nga një plak, Aha. vendoset edhe dihet se këtu është zhvillu mësimi shqip. Edhe qa kushtojnë vije fjala 3200 plaka, me qenë se pjesa dërmuese aty në shtëpive sot nuk ekzistojnë, se janë ndërtu pallate, por ato që kanë mbetur, bile me shënu se aty është zhvillu mësimi. Por këte nuk e bajnë. Kjo është njëse, do me thanë, jo që s'ka kërkesa, jo që s'ka projekte, jo që s'ka ide nga ana ish mësimdhënësve edhe njerëzve që kanë kontribu, mirë po gjeneratat të reja si duket i kanë harru këtë gjëra. Edhe mos harroni se gjërat të cilat harrohen përsëritën. Zakonisht edhe e potencoj këtë fjali, kjo është thënie, që nuk duhet të harrojmë gjitha ato gjëra që na kanë ndodhur si popull. Diskriminim më të madh se sa që kemi pas tanë në Ballkan, më duket asnjë popull, asnjë kom s'ka pas. Ndërkohë privatisht, rasti juaj konkret, për shembull, mbani sa herë ju takoj edhe kur vim edhe bojmë ndonjë takim për këtë qëllim, ju vini me një folder të madh me materiale të shumta, dokumente, gazeta, fotografi. Një arkive gjallë për fat. Por krahas muzeve nuk kemi edhe një institucion që e ka arkivu këtë dokumentacion. Në fakt kemi vetëm për shembull krahas familjes Aliu Ortica, e cila e ka falë objektin e ka rujt atë, që është iniciativë private. Është edhe një platformë online shtëpishkolla.org, e cila sadopak e ka mbledh materialin edhe ka digitalizu atë. Po nuk dim për shembull u fol në diskutimin tonë sot që kanë qenë rreth 3200 objekte private, shtëpi, bodrume, lokale, xhami, kishta e kështu me radhë që janë shfrytzu, janë liru për qëllime të arsimit gjatë dekadës së viteve të 90-ta. Po nuk di për shembull, sado që jam interesu, nuk kam ndaj informat të sakt ose të besueshme për numrin e nxënësve që e kanë viju mësimin atëherë, për numrin e mësimdhënësve që kanë ofruar shërbime mësimore, për dhënat që janë bazike, e kisha pas qef me të pyet, me qenë se kjo mbetet të regjistrume, nëse kemi diçka na informat e cila sadopak i parafrohet realitetit edhe mbetet si informat në këtë diskutim tonin, edhe pse shteti nuk ka bërë ende asgjë. Mos manipuloj me shifra, unë i kam shumë dhëna statistikore kështu, por do t'i potencoj ato kryesoret. Është shumë interesant se vitin shkollor 1981, 1982, në Kosovë kanë qenë 365.781 nxënës. 81-82. Po. Ndërsa në vitin shkollor 1989-90 ka pas 419.635 nxënës. Domethënë është rrit numri krahasuar me të njëshin. Se atëherë lirohen hapësirat, edhe normalisht që ne faktikisht e rritëm edhe numrin e nxënësve që duhet pranohen shkollat mesme. Se zakonisht një pjesë e nxënësve përfundoshin me shkollë fillore dhe nuk vazhdonin mësimin. Ndërsa, vetëm edhe një dhënë që është karakteristike për ditët e sotshme, sot, domethënë gjatë vitit shkollor 2024-25, në Kosovë janë gjithsej 296.100 nxënës. Domethënë apo vreni sa është zvogëlu numri i nxënësve në Kosovë. Për objekte shkollore është shumë interesant se në atë kohë thamë kemi pasur gjithsej 3.200 shtëpi shkolla, ndërsa sot i kemi gjithsej 10.035 shkolla, por tu përfshin edhe shkollat fillore, shkollat e mesme, parashkollore. Domethënë dyfishin e kem pas përpara. Po ma hitëm se mirë që është rrit numri shkollave, janë ndërtu shkolla, po jo me ndonjë plan. Ka shumë shkolla në periferi, për shembull në përfshatra, të cilët kanë mjetë zbrazta.
ndërtu shkolla për 700 zana, se nuk kanë po planifikim fare. Dërsa në qytet, ju e dini, shkollat janë stërngarkuara. Po. Edhe pse promovojmë mësimin tërditor, kemi ende shkolla që mësimin e zhvillojnë në 2 ndrime ose 3 ndrime. Po. Kjo është e tmerrshme. Tani në këtë kohë, E vërtet. do me thonë, është mirë që të mendojnë. Për atë thash, duhet faktikisht të mendojmë, të bëjmë zgjerimin e rrjetit të shkollave urbane në qytet. Po. Në më thonë, çdo lagje ta ketë një shkollë. Edhe ma pa ngarkohet komunikacioni edhe fëmija e ka pranë. Po. Se është shumë interesant të me legjë, mbi 3 kilometra fëmiju nuk duhet me udhëzu. Po. Fëmiju duhet me shku në shkollë 3 kilometra ku mbrinë dhe kënd me arrit me kohë. Po këte nuk e kanë planifiku si duhet, edhe prioritet edhe njerë, po them, i qeverive duhet jetë arsimi tani. Na kemi nevojë vetëm për arsim. Absolutisht. Për arsim cilësor, në mënyrë që t'i arrijmë evropianët, se na kanë ikur shumë. E vërtet. E vërtet. Profesor, për me, nështë po përpiqem me përmbledh, a mundemi me thonë që krahas 3200 objekteve që kemi pas gjatë viteve të 90 në shfrytëzim për qëllime arsimore, në këto objekte kanë kalu rreth 400.000 nxënës student për gjatë tyre 10 viteve? Në për këto shkolla, do më Nëse thonë, marrim si vetëm shkollat fillore tani duhet mi heq për këtij numri. Do më thonë se shkollat fillore kanë qenë në objekte shkollore. Po. Shkolla fillore zakonisht që raporti, që t'ju them veç kështu çfarë raporti Më thonë, vetëm shkollat e mesme Vetëm shkollat- edhe Unë e thash universiteti numrin e është- përgjithshëm, Po, përgjithshëm të nxënësve shkolla fillore dhe të mesme. Ky ishte rreth 400.000. 400.000 po. Okej. Pastaj janë mbyll shkollat e mesme, të larta edhe universiteti. Edhe universiteti. Ndërsa në shkollat Prishtinë fillore kanë viju, kanë viju se ka Mësimin qenë në- mësimi obligativ, po, përveç që na këtu në Prishtinë kemi pas shkollën fillore Faikonica, ajo është vendosë në Hasan Prishtinë, edhe përmendim murin e segregacionit. Atje është ndarë shumë interesant me murin, sërbet kanë cunjën në nanën, shqiptarët në nanën tjetër. në Hasan Prishtina. Hasan Prishtinë kanë ndodhur A segregacioni. është muri ende? Jo, e kanë hequr E tani kanë se. hek, po. Pas ka qenë interesant me rujtë siguritet, trashëgimi. Se unë nuk deshta me ju lodhë kështu me dhëna statistikore, se i kam edhe numrin me Nëse saktë. ke edhe diçka tjetër, kish me qenë mirë me mbete e regjistrume. Po kështu, për këtë vit, po mendoj viti i kaluar shkollor, kem pas nxënës parashkollor 13.995, para fillor kanë qenë 20.043, shkolla fillore mesme ullet 208.511, ndërsa shkolla mesme 63.551. Do më thonë, Po flasim kjo për është tash. struktura për tash. Ndërsa ma herët, për shembull shkolla fillore, po flasim për vitin shkollor 1981-82, shkolla fillore ka pas 280.340 nxënës, ndërsa shkollat e mesme kanë pas 85.441. Totali e thash që kanë qenë 365.781. Ndërsa në vitin shkollor 1989-90, aty ku është kritikja, do me thënë shkolla fillore ka pasur gjithsej 253.369 nxënës, ndërsa shkolla mesme ka pas gjithsej të 83.133 nxënës. Se kanë qenë shkollat kështu. A dihet sa mësim dhënës kanë qenë të angazhuar Po na i kemi financu dikun në atë kohë 21.000 profesor, tu përfshi edhe Institutin e Historisë dhe Institutin Albanologjik. Ndërsa, tani është interesant se numri mësimdhënësve arrin në 27.982. Ndërkohë që numri Është rritë, po, numri i nxënësve është ra, numri i mësimdhënësve është rritur. Domethënë, vetëm shkollën e fillore të mesme të ullet japin mësim 20.766 mësimdhënës. Shkollën fillore mesme e ullet janë, po e thash,
atë, shkolla e mesme e lartë, do më thamë shkollat e mesme, faktikisht kemi 5.937 profesor. Edhe në shkollë speciale kemi 6 shkolla, aty japin një numër të caktuar profesorëve. Profesor Krahas, krejt kësaj kronologjie kohore që u mundu me kalume për të, për këtu 10 vitet jashtëzakonshme të arsimit shqip, ju pran vetës edhe me vete e keni pas edhe aparatin fotografik. Edhe shumë fotografi që i shohim sot në për media online, janë shkrepur prej juve, prej dorës suaj edhe prej aparatit juaj. Ndoshta ju të gjithë e din, e sot kanë mundësi me kuptu. Unë kërkova prej teje që me i pasët paktën 3-4 fotografi të veçanta të asoj kohë, edhe kisha pas qef me na i prezentu nëse tash e ke mundësi. Po kështu, fotografia e parë që edhe BBC janë faqen e vetë e ka, është kjo. është një mësejtore, po. Tregoj kamerës. Kjo një mësejtore, në shkollën e mesme ekonomike juridike, ashtu është quajtur atëherë, te Herticet. A kjo është mrena objektit të familjes? Po jo, ku është shtëpia muze, por një objekt tjetër te agjallarët e tyre, po objekti aty ka qenë ekonomiku nëse s'ka boja, po? Shkolla po e mesme ekonomike juridike ashtu quhet. Ekonomike juridike. Po. Edhe nëse mundemi pak me që kjo është shtëpia. Okej. Shtëpia po i vreni nxënësit për shembull, duke hyrë nxënësit brenda objektit në mësejtore, që po vreni këtu duke i datë këpusit. Po, zbathur, domethënë. Shtëpia kanë pas mirë, higjiena ka qenë nivel. Pronarët realisht të shtëpi kanë qenë shtëpi banueshme ose për banim. Dhe se ndëgjoni në një dhomë 4x4 kur hynë bie fjala 32 nxënës është problem. Na po kemi problem në ato dhoma me pas një familje 4 antarëshe. Dene ma 32, të cilët është dashur me qëndru spaku 6 orë mësimore më rende. Është kujdes domethënë edhe për aspektin e higjienës. Po dhe vetë nxënësit janë kujdes shumë për higjienë dhe gjithmonë i kemi këshilluar që ndëgjoni. Ashtu që e keni gjetë dhomën e mësimit, dhomën po mendoj. Ashtu duhet me lanë kur dilni. Dhe janë për kujdes, sidomos vajzat i pastrojnë dritarët, kornizat e dritarëve, ka qenë mrekullia e Zotit. Dërsa sot me ba me janë angazhuar në shkolla fillore ose të mesme, fëmijën me pastru ose diçka, me një reagojnë prindë, thonë, çka jeni ka bëni me fëmijët tonë. Duhet faktikisht që ti edukojnë fëmijën që duhet me mbajt higjiena. Absolutisht. Jo vetëm në dhoma mësimi, në dhoma banimi, po edhe në rrugë, edhe në sheshe. Besa pozicia është më e madhe në rrugë. Sigurisht. Se fundja dhoma juaj është e juja, por rruga është e të gjithë. Është publike. Tjetër fotografi, profesor? Po kjo është një protest kundër segregacionit. Okej. Këta janë nxënësit Ky është viti? Viti 1991. Diskutuam për protestat në protestat. Kjo ka qenë Kjo është para shkollës mesme Dyrë Ali Sokoli, shkolla mesme e mjekësisë. Këtu janë nxënësit edhe mësimdhënësit. Nxënësit edhe mësimdhënësit, edhe prind zakonisht ju kanë bashkangjit gjithnjë. Edhe fotografia e radhës. E radhës është kjo në kampin e Qegranit. Nuk ka marrë fotografit mësejtorës, por është interesant se faktikisht këta janë fëmijë të cilët kanë qenë sistemu në këtë kamp. Është interesant se përveç kampit Qegranit, se unë e përmenda vetëm Qegranit, mësimi është filluar në kampin e Neproshtenit, Senakocit, këtina ishte në Proshtenin e përmenda në Bukët. Ky menjerë Maqedoni në fillim Stenkovec 1, Stenkovec 2.
Do më thanë, gjitha këto kampe është organizu mësimi. është organizu edhe në Malëzi, edhe në Shqipëri. Aty ku ka qenë mundësia, në Tiranë për shembull, nuk kanë ndërtu kampe, por fëmija janë shpërndarë në për gjimnaze. Vile kam një shkrimp një drejtoreshe, quhet Lumnia Qeka, ajo për shembull tregon se i kanë pasur diku në 89 zonës që i kanë sistemu në gjimnazin Ismail Qemali të Tiranës. Në tanë janë sistemu në për shkolla. Profesor, këtu janë mësojtori që na i përmendë më herët, a? Jo, mësojtorit ju dërgoj ma vonë se këto janë faktikisht hapësirat e vendbanimit, tenda ku kanë qëndru, e qartë. Zanësit. Po mendoj fëmijë dhe familjarët. E qartë. Ambeta pa të pyet diçka. Jo, ndonë se biseda ishte bukur e gjatë. Unë kërkoj falje se tash të jam moshën e tretë, disa gjëra i kam harruar, ashtu që pa shënime edhe dokumente edhe fotografi është problem. Për shembull me dokumentu faktet edhe ngjarjet që na kanë ndodhur neve mjerisht si popull që i përjetuam. E përjetuam edhe luftën. Po e vërtet. Unë shpresoj shumë që dikush nga akteret politik në një moment caktuar, po shpresoj mbi gjitha që nuk ka me u vonë, ka me ndërmarrë hapa serioz për me e ruajt këtë histori të jashtëzakonshme. Edhe juve, edhe bashkëpunëtorëve t'juaj, si fëmijë edhe si qytetari i këtij vendi, ju falenderoj shumë. Edhe u jemi mirënjohës përjetësisht për kontributin që e keni dhënë për gjuhën shqipe edhe për shkollën shqipe. Me ndërqofsh respektin nga ana ime, edhe unë besoj dhe shpresoj se më në fund do të zgjohen institucionet, sidomos shtetërore, në veçanti Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Informacionit tashteja kanë shtu që ndërmarrin diçka për ruajtjen e kësaj vlere, edhe historike, po edhe kulturore. Profesor, faleminderit shumë. Me ndërqofsh respekt. Kaq për këtë epizod të jashtëzakonshme konsideroj unë. Juve dashur miq, ju ftoj me ndjek epizodën edhe në platformat e rrjeteve sociale të Urban FM dhe organizatës e teja, dhe natyrisht në Urban FM 103.5. Ju falenderoj shumë e shihemi në episodin e radhës.